Programi për bonusin e bebeve do të rikonceptohet. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar nga Burreli se po punohet që ndihma financiare të mos jetë përmes çekut 400 euro për fëmijën e parë, 800 për të dytin dhe në ndihmë progresive, por në formën e një pagese mujore për një periudhë të caktuar kohore. Do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër, sipas numrit fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Kryesocialisti prezantoi paketën sociale që qeveria ofron për çdo qytetar, me fokus fëmijët me aftësi ndryshe, gratë, të rinjtë dhe të moshuarit. Duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe për nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjithë atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. E dyta, do të dyfishojmë patjetër mbështetjen për fëmijët me aftësi speciale dhe për nënat e tyre sidomos. Rama ripërsëriti rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që pasojë do të ketë arritjen e ndjeshme të ndihmës financiare për qytetarët. Sipas tij, askush përveç Partisë Socialiste nuk mund t'i arrijë këtë qëllimi. Problemi është që nëse 11 maj nuk do bëhet gjë e dur, mund të duhen pastaj edhe një 5 mandate të tjera, jo për mua, po për të tjerët, për të kthyer këtu ku jemi, sepse kështu funksionon BE-ja. Më vjen keq, po nuk ndodh, sepse qoftë edhe sikur lejer që t'imagjinosh të çosh bufin e kënetës për të bërë negociata është e pa konceptueshme, është e pa imagjinueshme gjithata. Sa t'ju kujtohet se kush është, mbaroi filmi i Shqipërisë. Mbaroi filmi i Shqipërisë.